Një numër i madh i autoambulancave hyn sot në qendrën klinike të Shkupit me persona të lënduar nga zjarri në diskotekën Puls në Koçan. Mirëpo disa nga automjetet kanë dërguar të plagosur rënd për mjekim jashtë vendit. Bullgarët, grekët dhe serbët ishin të parë që ofruan ndihmë dhe turqit u bashkuan me ta. 13 pacient kanë shkuar tashmë jashtë vendit. Në Bullgari, shumica e tyre janë larguar me avion, një pjesë me autoambulancë, ndërsa në Niš dhe Selanik me ambulanca. Во Солун се наоѓаат 3 пациенти, веќе сместени таму во болницата Папа Николау. Во Софија се 14, во Бугарија се 14 пациенти, од кои што во Софија се 8, во Пловдив се 3 и во Варна се 3 пациенти и тие веќе сместени во болниците во овие здравствени установи. Во Белград е 1 пациент, во Ниш е 1 пациент и во Истанбул 3 пациенти веќе се отидени и уште 6 со авион патуваат вечер во 7:30. Вкупно 22 пациенти плюс овие 6 за Истанбул што одат, вкупно ќе бидат 28 пациенти. Përndryshe, numri i pacientëve në gjendje kritike është rritur gjatë ditës nga 18 në 20 persona. Taravari bëri të ditur se ky numër është rritur por pa specifikuar se sa. Në spitalet në Maqedoni po trajtohen gjithsej 115 pacient, 73 prej të cilëve në Shkup. Shtabi i krizave shëndetësore vendosi që disa nga pacientët të dërgohen jashtë vendit në mënyrë që në spitalet e Shkupit të ketë hapësirë të mjaftueshme për pacientët që vinë nga spitalet e Koçanit dhe Shtipit. Бидејќи ставно збор за опекотини кои може да се комплицираат наредните денови, конзилиумот на доктори сметаше дека е добро да се направи место во Скопје за сите пациенти, а најкритичните да се испратат во странство. Përveç ndihmës në objektet spitalore, Maqedonia mori ndihmë edhe nga mjek ekspert për trajtimin e pasojave nga djegjet. Çekia, Izraeli dhe Serbia kanë dërguar ekipet e tyre, të cilët do të ndihmojnë mjekët vendas. Ndihmë është ofruar edhe nga Italia, Holanda, Belgjika, Shqipëria dhe Kosova, por tani sipas autoriteteve shëndetësore nuk ka nevojë për to.